Rreshtit e shiut dhe bllokimi i kanaleve kanë shkaktuar përmbytjen e toka bujqësore dhe rrugë të zonës së Trushit në bashkinë Shkodër. Banorët janë detyruar të lëvizin me çizme pasi lëvizja është vështirësuar. Një situatë e tillë ndodh për herë të dytë brenda 2 muajsh në këtë zonë. Banorët e revoltuar shprehin se situata është katastrofë dhe kërkojnë ndërhyrje nga bashkia Shkodër. Situata në zonën tonë është katastrofë, domethënë as çizme nuk takojnë. Kena dalë me vështirësi ato dalë në baraborrat dënjos, shokëve. E dyta, treta, 30 sa dushti me kohë. Ka kënë ujë dhe në asfalt. Ka kënë ujë dhe në asfalt ta kënë. Kargo, kratë. Që me bo? Është të ndame në toka bujqësore? Po ndame sa dush më dhem. Tom, s'ke, e ke barabar si ka hone, nuk di zion se ku ka skolina, as. Nuk di zion se ku ka skolina, janë bo barabar. Po tësh, me shku me hap njëtë kanalin atje si të shpor të rruga Malësove, pa i të rruga Malësove dhe atje, ku si ja kene hapën 2011 që ka hapë dhe zgjëmoli. Edhe me na shu i këtë rrugë, me bo barabar me tjetën se i këtë pjesë 300 metra. Por sot e problem një pashinje vetesh na që kena me thonë na mo që kredi. Problem është sa të dush. Na me ra shina, turbi zotit mu me të së 2026, është morëm i thonë kuj. I tanë mund të një të dalë në televizor, por nësë prej hallit e kena po, me zedhet njoni kisha bo thirrje kërtojt bashkis, me arë me bojnë takim me fshatin Transh. Ta sjellin këtë mra pa herë, që mas të mesin vetëm qëtet se ja vetëm kur ka nivojnë marrë me këtë i krytë masana i marrë në Transh. Ta sjellin këtë kisha bo thirrje dhe kryeministrit, i thojnë kërtojt bashkis, merroj fije me katunën e Transhit, si nuk është në i shpenzim kolosale se 2 lagje janë, a lagje i to dhe lagje një matana nej, nuk ka kun tjetër. Me qu rrugë, me qu kanalizimet e të tanazionet. Si nuk është në i maramense, si ata është nuk sa me naj atje, na zdim zionë, veç me shru i këtë vend, na valshojmë. I ka si kisha bo thirrje onë, vetëm kërtojt bashkis më ardhë me bojnë takimi to. Kjo e problemi ma se nësë kena ku dalëm në rrugë të madhe. Ndërë me dalë në rrugë, do të mu zbath, me dalë në asfalt, me marrë këpucë ndorë, për ju ujtë, ju pashit një dhe vesi si eshtë, ta 30 e sa vjetë, 35 po bëjmë, i këtë qaku dhe kena shtru me lektona. Shteti nuk në përqish kur. Kanë orë dhe kanë motë, një 40 herë kanë motë. Mate, i firmë, hajde i tjetër, kërkush s'ka po gjallo. Se si të bëhet puna jo nuk e di. Pa thamë është 50 familje, po. Si janë blokume. Sot, deri te asfalti. Ma tonë është asfalti këtu një ka pjesë, më lidh asfalti si është rruga kryesore me fjalë, nuk i vjen kush më ato. Kishte bëu mirë Benet Beci, të këngëtarët si merr prej Vlorës dhe merr prej Tiranës dhe merr prej gjithkanesh, e jep ka 2-3 euro në natë. Me ilani një koncert pa bërë dhe marrë me për komunitetin se na jetojmë këto. Na nuk mund t'ikum tash për rrugët me në Tiranë me shtëpia. Ne këtu kena lehtë, këtu kena me dek. Po bën mirë se me i pak ta puni fije. Me ilani koncert pa bërë dhe marrë me na rrugën mirë kishte bë. Probleme janë raportuar dhe në bashkinë Malësia e Madhe ku fshati Flak vjen ditë i bllokuar si pasojë e prurjeve të përrojt, lumi i gjatë ka dalë nga shtrati, duke shkaktuar rritjen e nivelit të ujit në lagjen Kapetani. Ndërkohë në bashkinë Fusharrës janë evidentuar shkarje dherësh dhe rënje gurësh në disa rrugë autorurale. Nga ana tjetër, si pasojë e rritjes së prurjeve në kaskadën e Drinit, kanë nisur shkarkimet e kontrolluar nga Hec Koman dhe Hec Vauides. Sipas informacioneve, po shkarkohet një sasi prej 900 m3/sekond përveç prodhimit, shkarkime këto të monitoruara dhe menaxhuara nga specialistë hidrocentraleve.